Historia e krishterimit tradicionalisht është paraqitur si një rrëfim linear i besimit, sakrifices dhe zbuleses hujnore, por nën sipërfaqen e dogmave të vendosura dhe hagiografive zyrtare këndron një rrjet kompleks i leshimeve të kellimshme, lufterave për pushtet dhe doreshkrimeve të heshtura që përbashne atë që mund të kuajme historia qeter. Shenjtoret dhe sekretet përfaqësojnë dianet e një medalje institucionale, që kisha katolike dhe besimet e qera të krishtera, e kanë ruajtur me zel pothuajse obsesiv për me shumë se di vjet. Per të kuptuar atë që kisha fshehu për shekuj me radhe, eshta e nevojshme të ndërmerret një arkeologji e mendimit të politikës krishtare, duke filluar me vete procesin e formimit të kanonit biblik. Në shekuj të pareta epokes sone, krishterimi nuk ishte struktura monolitike që njohim sot, por një mozaik i gjallë dhe shpesh kontradiktor i komuniteteve që ezoteronin tekstet e tyre të shenjta. Ajo kene tani e kuajme dhjata e re është rezultat i një procesi për zgjedhjegje politike dhe teologjike që u zhvillua kryesisht midis shekujve të editet dhe të katert. Në këtë proces, dhjetera ungjigj, letra dhe apokalipse u etiketuan si heretike dhe u denuan me vdekje ose harrese, pelkeni, abonohuni dhe shperëndagjeni, lete filojme. Njenga sekretet me të ruajtura ishte ekzistenca dhe telesja e mendimit gnostik. Gnostiket besonin në shpetim në përmgjet një hurise se drejt për drejta dhe personalit e hijnores. Një ide kë kërcenon të drejt për drejt nevojan për një hierarki prifterore si ndërmgjetesin e vetem midis Zotit dhe njerëzimit. Duke shtipur tekste si ungjilli i Tomait dhe ungjilli i Filipit, kisha jo vetem kë mbrojti doktrinën e saj, por edhe siguroi monopolin e saj mbi shpetimin shpirteror. Këto doreshkrime, të rizbuluara kryesisht në Naghamadin e Mesin e shekullit të njëzete, zbulojnë një krishterim shume me mistik, ku figura e Gjezusit nuk ishte e përkendruar vetem në sakrificën zëvendësuese, por në zgjimin e shkendigjes hejnore brenda se cilit individ. Shtipja e këtire ideve legjojnë ndërtimin e një sistemi kontrolli shokeror dhe shpirteror ke zgjatik gjatek gjithë me zgjetes, ku dishimin deshko hejme shkisherim ose vdekje. Figura e shenjtoreve i është nënshtruar gjithashtu një redaktimit e kujdeshem historik. Shumë nga shenjtoret që nderojme sot ishin, në kohen e tyre, figurat e kompleksitetit politik dhe njerëzor që kisha preferonte t'i thjeshtonte, duke i transformuar ato në modelet e devotshmërisë nënshtruar. Per shembull, gjetot e shumë martireve të shekujve të pare u zbukuruan me elemente fantastike për të frimezuar besimtaret, shpesh duke rresuar arsjet e vërteta politike për persekutimin e tyre. Në mënyre të ngjashme, kisha fshehu për shekuj ndikimin e grave në formimin e liturgjisë dhe teologjisë së hershme. Figura si Maria Magdalena ishin viktima të një fushate shpifgjegje që filloi në shekullin e gjashtë, kur Papa Gregori i Madh e ngaterroi identitetin e saj me atë të një mekatari anonim, duke rresuar rolin e saj të vërtetë si apostulja e apostujve dhe udhëheqësja, e një fraksioni të rendësishëm të krishterimit të hershëm. Kimanover nuk ishte i rastësishëm. Ai kërkoi të legjitimonte një klerik ekskluzivisht mashkullor duke fshirë çdo precedent të autoritetit femeror në rrethin e ngushtë të Jezusit. Ndërsa hajmen e mesjete, sekreti ushtri edhe në financat dhe politikën e urdhrave ushtarake. Kaloresit templare janë ndoshta shembullime emblematik se si kisha mund të ngregjen një grup në shenjteri vetem për të shkateruar atë dhe për të fshehur të dhenat. E të ishnën akuzat për apostazi, dhe sodomi kur interesat e saj ekonomike kërcenohen. Shperbergja e urdhrit templare në shekullin e katërmbëdhjeta ishte një operacion inteligjense, dhe propagande i projektuar për të konfiskuar pasurine, dhe për të eliminuar një pushtet që rivalizonte atë të papatit. Arkivat e Vatikanit, që përmbajnë kilometra rafte me dokumente që datojnë me shumë se një vjet me pare, mbeten të mbilura për shkirtim publik për pjesën me të madhe të ekzistencës e tyre, duke ushkir legjendat e sekreteve të erreta, lindjave të shenjta të gjakut të relikeve me fukit të pashpjegueshme. Një aspekt qeter që kisha e fshehu sistematikisht ishte ndikimi i inkuizicionit dhe shkalla e vërtete e metodave të saj të kontrollit. Edhe pse sot behen përpjekje për të minimizuar historinë e saj, të dhenat e fshehura zbulojnë një rrjet spionazhi dhe denoncimi që prekutek gjitha nivelet e shokerise. Censura e librave, permes indeksit të librave të prohibitorum,
gjo vetëm ke kërkojtë parandalonte për hapjen e gabimeve teologjike, por gjithashtu u përpokte pengonte për parimin e shkencës dhe filozofise që mund të sfidonin kozmologjinë biblike. Rasti i Galileo Galileit është thjesht magja e icebergut të një politike fshehgjegje që vonoi zhvillimin intelektual të perëndimit në emër të ruajtjes së një të vërtetë të pandryshueshme. Kisha jo vetëm që fshehu faktet, por edhe shtipit të forme mendimi që nuk përputaj me bote kuptimin e saj. Në sferën e misticizmit, kisha gjithmonë ka mbajtur një marrëdhënie ambivalente me sekretin, ndërsa disa shenjtore u kanonizuan për vizionet e tyre, të gjere u heshten, ose shkrimet e tyre u censuruan për shkak se përmbanin përvojgja që kufizoheshin me panteizmin ose suggeronin një bashkim me Zotin që anashkalonte sakramentet. Sheng Gjoni i Krykit dhe Sheng Teresa e Aviles, tani doktore të kishes, e kaluan pjesën me të madhe të jetës së tyre në nënvezgimin e ngushtë të inkuizitoreve, dhe shumë nga vargjet e tyre u leksuan me dishim para se të pranoheshin. Kisha fshehu natyrën e vërtetë të shumë fenomeneve mistike për të parandaluar njerëzit e zakonshëm të kërkonin zbulesat e tyre gjashtë kontrollit të famulise. Sekreti këtu ishte autonomia e shpirtit, diçka që institucioni e ka parek gjithmonë si një kërcenim të mundshëm. Në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20, mbulimi i ngjarjeve mori një karakter me administrativ dhe moral. Dosjet që lidheshin me sjelljen e klerit mbroheshin sipas konceptit të sekretit pontifikal, një rregull që pengonte zbulimin e hetimeve të brendshme për abuzime ose për rregullsi financiare. Kivelo heshtjegje legjoj që shumë skandale të mbeteshin të fshehura për dekada, duke i dhënë për paresi mbrojtjes së imazit të institucionit e mbi drejtësinë për viktimat. Hapja e pjeshme e këtyre arkivave në vitet e fundit ka zbuluar një strukture mbulimi që shtrihej nga famulite lokale deri në nivelet më të larta të Vatikanit, duke demonstruar se sekreti ka qenë një mjet i ruajtjes institucionale i zëvendësuar nga vlerat etike që vetë kisha predikon. Marrëdhënia e kishes me regjimet politike të shekullit të 20 ka qenë gjithashtu objekti një analize të kujdesshme. Arkivat nga epoka e Papa Pius të 12 në lidhje me luftën e dite botërore kanë qenë një nga temat me të debatuara dhe të kërkuara nga historianët. Ajo që kisha fshehu ose zgjodhi të mos thoshte në momente kritike në historinë evropiane. Paskiron tensionin midis rolit të saj si një udhërrefjes moral dhe realitetit të saj si një entitet diplomatik që kërkon të mbijetoje mes konflikteve globale. Heshtja diplomatike ishte, në shumë raste, një forme fshehgjeje që i lejoj institucionit të mbigjetonte me koston e një kendrimi me të vendosur kundër mizorive të nazizmit dhe fashizmit. Duke eksploruar sekretet e arkeologjisë së krishtere, zbulojmë se shumë prej relikteve me të shenjta të krishterimit nuk kanë baze historike, diçka që kisha e ka ditur prej shekujsh, por ka zgjedhur të mos e theksojë me kellim ruajtjen e përkushtimit popullor. Tregtia e relikteve në mesgjete ishte një burim i madh të ardhurash dhe fukie, dhe pranimi se shumë prej këtyre objekteve ishin falsifikime do të kishte minuar besimin e miliona njerëzve dhe ekonomite e rajoneve të tjera. Sekreti këtu ishte funksionaliteti i besimit me mbi saktësinë historike. Kisha e kuptoi se e vërteta emocionale është shpeshme e fukishme se e vërteta faktike në ruajtjen e kohezionit të një komuniteti. Këto të dhëna, të cilat shpesh i portretizojnë eterit, e kishes si politikan e të pameshirshëm dhe njerëz me interesa botërore, gjane filtruar për të paraqitur një trashëgimi apostolike të shenuar nga udhëzimi i frymes së shenjtë. Kisha fshehu proces verbalet e shumë konklavave për të parandaluar zbulimin e aleankave midis familjeve aristokratike si Borgsiat, Mediset dhe Farnezet. Ndikimi i të cilëve në doktrinën dhe geopolitikën e kohës së tyre ishte vendimtar. Sekreti i Vatikanit nuk është vetëm shpirtëror, është thellësisht politik. Në fushën e shkencës, kisha e fshehu prej kohësh kërkimin e saj në fushat e tilla si astronomia dhe genetika, kur këgjo dukej se bintendesh me narrativen e krigjimit. Edhe pse Observatori i Vatikanit është një institucion i respektuar sot, ka pasur një kohë kur zbulimet që suggeronin një univers shumë me të vjetërose me të gjere nga sa imagjinohej me pare mbaheshin të mbilura. Shtypja e diversitetit biologjik dhe teorive evolucionare në seminaret e shekullit të 19
Este një shembull që tërë se si institucioni është përpjekur të shtipe ndryshimin kulturor për të mbrojtur autoritetin e të interpretues mbi realitetin. Gjetet e vete shenjtoreve, të analizuara pa filtrat e hagiografise, zbulojnë sekretet e një njerëzimi shpesh, të torturuar ke kisha preferonte të mos i tregonte. Dishimet për besimin e figurave si Nene Teresa e Kalkutes, të zbuluara vetëm pas vdekjes së saj përmes letrave të saj personale. Tregojnë një realitet të errësirës shpirtërore që bien deshme imagjin e sigurise absolute që u projektohet besimtareve. Kjo fshehje e senëshmerise se shenjtoreve kërkon të krijojë figura të parritshme për të shërbyer si fenere, por duke vepruar kështu. Mesimin njerëzor i kembenguljes përballë dishimit humbet. Kisha preferon mitin ndaj realitetit njerëzor sepse miti është më i lehtë për tu menaksuar. Në kohet me të fundit, transparenca është detyruar nga rgjedhjet e informacionit dhe puna e studiuesve të pavarur, por edhe sot ka seksionet e arkivave të Vatikanit që mbeten të parritshme. Sekreti vazhdon të gjeten një pjesë themelore e makinerisë kishtare, shpesh e justifikuar si nevoje për të mbrojtur shpirtrat ose sovranitetin e selisë së shenjtë. Ajo që kisha fshehu për shekuj nuk është domosdoshmërisht një sekreti vetëm i tmerrshëm, por një rrjeti të vërtetave të vogla dhe të mëdha që, nëse zbulohen plotësisht, do të detyronin një rivlerësim të thellë të historisë perëndimor dhe rolit që fegja ka luajtur në formesimin e identitetit tonë kolektiv. Ndërtimi i heshtjes rreth homoseksualitetit brenda klerit është një tjetër nga sekretet e mëdha që kanë shënuar shekujt e fundit. Pavarësisht dënimeve publike, kisha historikisht ka kene një hapësirë ku burrat me orientime të ndryshme seksuale kanë gjetur strehe, duke krijuar një nënkulture të brendshme për të cilën hierarkia ishte në digjeni, por e fshehur në një velo hipokrizie institucionale. Ki sekret ka pasur pasojë shkatërruese, duke ngjitur shantazhin, krizat e identitetit dhe ngjeshke midis doktrines zyrtare dhe realitetit të gjetuar të migjera anetareve të saj. Në këtë rast, fshehja nuk ishte thjesht një çështje imazhi, por një mënyrë për të ruajtur një sistem pushteti të bazuar në faqe dhe falgje selektive. Në nxehtësien e shenjtërisë, kisha ka fshehur edhe ndikimet pagane që përshkojnëritet dhe arkitekturën e saj. Shumë shenjtore të krishterëgjane, në fakt, adaptime të hyjnive lokale, nderimi i të cilëve ishte aq i fortë sa kisha zgjodhur të kristianizonte në vend që të zhdukte. Ki proces sinkretizmi ishte një sekret i hapur gjatë ungjillëzimit të Evropës dhe Amerikave, duke lejuar që besimi të zgjerohej me koston e hollimit të pastërtisë së tij origjinale doktrinare. Sekreti këtu qëndron në përshtatshmërinë e institucionit, në aftësinë e tij për të kameleonizuar mesazhin, e tij për të mbigjetuar në kontekste kulturore rëngjësisht të ndryshme. Tema e profesive dhe sekreteve të zbuluara, si ato të Fatimes, ilustron se si kisha menakson informacionin mbi natyror për të ndikuar në peizazhin geopolitik. Fakti që sekreti i tretë i Fatimes mbeti i fshehur për 40 vjet generoi të gjitha logjet e spekulimeve. Dhe zbulimi i tij në vitin 2000 u pangashume si një version i zbutur i asaj që ishte parashikuar fillimisht. Këtu, sekreti përdoret si një mjet për kontroll emocional mbi masat, duke krijuar një atmosfere pritjegje dhe admirimi që përforkon rolin e kishës si interpretuesi i vetëm i vlefshëm i vullnetit hyjnor. Në fund të fundit, sekreti më i madh që kisha është përpjekur të fshehë është ndoshta gabueshmëria e saj njerëzore. Duke e paraqitur veten si një institucion hyjnor dhe i pagabueshëm, çdo gabim, sado i vogël, bëhet një kërcënim ekzistencial. Prandaj, fshehja nuk është thjesht një strategji mbrojtëse, por një element përbërës i identitetit të saj. Shenjtoret dhe sekretet do të vazhdojnë të shkojnë krah për sa kohë që institucioni ndjen se mbigjet e saj tij varet nga imazhi, ingjet të vërtetë të persosur dhe të patemete. Të mbrojtur pas mureve të ngjekit etikë, me gjithëse i vogël në territor, zoteron një nga kushtimet me të gjera dhe të ruajtura me xhelozi në historinë njerëzore. Duke u theluar në historinë e shenjtoreve, zbulojme se kisha shpesh e ka fshehur origjinën e saj me pak ndërtuese. Shen Kristofori, për shembull, ekzistenca historike e të cilit është aq e dëshimte sa ke u hok nga kalendari liturgjik në vitin 1969, ishte për shekuj me radhëngje nga shenjtoret me të njohur.
Sekreti i shpikqes se ti tregon se si kisha ka krigjuar figura për te kena kur nevojen e njerëzve për mbrojtje. Në mënyre të ngjashme, historia e Papa Gjuanes, me gjithese trajtohet sot si një legjende e pabazuar nga historiografia kryesore, përfakeson frikën institucionale nga shkelgja e kufigjve gjinore, me gjithese në grua ke zuri fronin, e pjetrit ndoshta nuk ka ekzistuar kurre. Fakti kë legjenda vazhdoj për shekuj tregon se kisha duhej të bente shume për të fshehur që rog gjurmete udhëheqjes aktuale femerore brenda strukturës së saj të pushtetit. Në shekullin e 19, me hambjen e shteteve papale, Vatikani u tërhok në vetvete, duke e bere sekretin një çështje sovraniteti kombetar. Dokumentet nga kjo periudhë zbulojnë një kishe ku ndihej e rrethuar nga moderniteti, liberalizmi dhe socializmi. Ajo ke u fsheh gjatë atyre viteve ishte aktiviteti intensiv diplomatik i ndërmarrë për të rifituar pushtetin tokesor, shpesh përmes aliankave me monarkite absolutiste kë kundërshtonin lëvizjet çlirimtare kombetare në të gjithë Evropën. Sekreti papnor u bë një mburojë kundër një bote kë nuk e pranonte me autoritetin papal si të padiskutueshëm. Kjo periudhë e fortifikimit intelektual dhe politik formesoi tellësisht karakterin e kishes moderne, trashëgimtare e një kulture rezerve dhe dyshimi. Financat e Vatikanit padishim kanë kene një qeter nga sekretet e medha kë kanë shkaktuar trazirat e brendshme. Banka e Vatikanit, e themeluar në shekullin e 20, ka kene në kender të skandaleve financiare kë përfshajnë gjithçka, nga pastrimi i parave deri të lidhjet me masonerinë dhe krimin e organizuar. Sekretet e këtyre transaksioneve, të mbrojtura nga errësira e një shteti sovran brenda një qyteti, gjane përdorur për të financuar kauza politike dhe fetare në të gjithë boten, shpesh pa digjenine e besimtareve kë dhurojnë para të e tyre me mire besim. Rezistenca ndaj një auditimi të gjashtem dhe transparent tregon se, për seline e shenjte, pavaresia financiare është një sekret shtetëror thelbësor për lirinë e saj të veprimit. Edhe në sferën e liturgjisë, kisha ka fshehur ndryshimet e rëndësishme kë kanë ndodhur me kalimin e kohës për të dhënë një pamgjetë pandryshueshmërise. Mesha tridentine, e paraqitur për shekuj si forma përfundimtare e adurimit, në realitet ishte rezultat i një standardizimi kë eliminoi një larmi të pasur të rriteve lokale, ekzistuese me pare. Sekreti ketu ishte shpikgja e një tradite kë do të legjonte një identitet global uniform. Duke fshehur evolucionin e vazhdueshëm të rriteve të saj, kisha u përpokte projektonte një imazh të lidhjes së pandërprerë me koherat apostolike, kur në realitet praktika fetare ka kene një fushë eksperimentimi dhe për shtatgjegje të vazhdueshme me nevojati se ciles epoke. Marrëdhënia e kishes me popujt indigene gjatë kolonizimit të Amerikave dhe Afrikës është një tjetër kapitull i fshehjes kë vetëm tani po fillon të zbulohet. Llogaritë zyrtare të ungjillezimit shpesh lënë gjashtë shkatërrimin sistematik të kulturave dhe gjuhëve, si dhe bashkëpunimin e urdhrave fetare në shfrytëzimin e popullatave lokale. Arkivat e misionit përmbajnë raporte të hollësishme të abuzimeve dhe rezistences që u heshtën për të paraqitur një rrëfim të progresit shpirtëror dhe qytetërimit. Sekreti kë rretonte këtë gjenosid kulturor ishte i nevojshëm për të justifikuar zgjerimin e perandorisë spanjolle dhe vete kishes katolike në botën e re. Në kontekstin e luftës së ftohtë, kisha luajti një rol themelor kë u mbajt në sekret absolut. Mbështetja financiare dhe logjistike për lëvizjet antikomuniste në Evropën lindore, siç ishte sindikata Solidariteti në Poloni, ishte një operacion inteligjense kë përfshinte Vatikanin dhe agjencitë perëndimore të sigurisë. Papa Gjon Pali i dyti, tani një shenjtor, ishte një figure kyçe politike, sekretet shtetërore të cilit kontribuan në rënien e bllokut sovjetik. Kjo ndërthurje e besimit me politikën e lartë është diçka që kisha preferon të mos e teksoje shumë në mënyrë kë të mos dëmtoje imazhin thjesht fetar të udhëheqësve të saj, pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Sekretet e inkuizicionit spanjol, të zbuluara pjesërisht nga hapja e arkivave të tij në shekullin e 20, tregojnë se numri i viktimave dhe mizoria e gjikeve ishin reale, por edhe se institucionive pronte me një burokraci obsesive. Sekreti i inkuizicionit nuk qëndronte vetëm në torturat fizike, por edhe në frikën psikologjike të ngulitur përmes një ergjetit e afermsh dhe informatoresh civile kë ishin kudo.
Ki sistem bika kërgjegje shokerore u fsheh prej kohesh pas legjendes se zeze ose falgjeve hagiografike. Por dokumentet demonstrojnë një vullnet për te ushtruar kontrol absolut mbi ndërgjegjen të gjetën e perditshme të njerëzve. Kisha ka fshehur gjithashtu ndikimin e rrimave ezoterike dhe hermetike brenda radheve të saj. Gjatë rilindjes, shumë kardinale dhe pape ishin të dhene pas alkimise dhe astrologjise, disiplina kë danoheshin publikisht, por praktikoheshin privatisht në pallatet e Vatikanit. Arkitektura e shumë bazilikave dhe kishave përmban simbolike kë nuk eshte reptesisht e krishtere, por përkundrazi aludon në njohurita e lashtatek geometrise se shenjte dhe astronomise. Sekreti këtu eshte se kufiri midis ortodoksise, dhe asaj kene tani do ta kuajme okult ishte shumë me poroz, nga sa kisha ka kene e gatshme të pranogje. Roli i kishes në menaksimin e varferise ka kene njët gjetër fushe, embuluar me sekret dhe kontradikta. Ndërsa urdherat e lypesve predikonin varferi absolute, hierarkia kishtare grumbulloj toke dhe pasuri, duke e bere atë pronarin me të madhët e tokes në Evrope. Dokumentet kë kanë të bajne me menakshimin e këtyre pronave dhe mbledhjen e të djetave e zbulojnë kishen si një korporate ekonomike të pameshirshme. Sekreti i pasurise kishtare ka kene gjithmone një qeshtje e veshtire, veçanërisht kur krahasohet me mesazhin e ungjillit për shkeputje dhe bamiresi. Sot, kisha përballet me sfiden e menakshimit të kësaj trashëgimi sekretesh në një epoke informacioni të mengjëhershëm. Digitalizimi i një pjesë të arkivave sekrete të Vatikanit eshte një hap drejt transparences, por eshte gjithashtu një mënyrë për të kontrolluar atë që bëhet publike dhe atë që mbetet e fshehur. Tensioni midis shenjtoreve dhe sekreteve vazhdonte përcaktoje identitetin e një institucioni që e disa informacioni eshte fuki dhe se e vërteta, ndërsa çliron, mund të jetë gjithashtu thellësisht destabilizuese për një sistem të ndërtuar mbi mister dhe autoritet të padiskutueshëm. Në fund të fundit, historia e asaj që kisha fshehu eshte historia e luftes së njerëzimit për pushtet të mbigjetëse. Shenjtoret janë fytyra publike, ideali i persosmerise që i ofrohet botes, ndërsa sekretet janë funksionimi i brendshëm, realiteti i një organizate që i eshte dashur të marrë vendime të vështira dhe nganjëherë të erreta për të lundruar në për shekuj. Të kuptuarit e të dijave eshte thelbësore për një pamgje të plote të kiteterimit tone, duke pranuar se drita dhe higja janë të pandashme në çdo institucion të drejtuar nga njeriu, edhe kur ata që keverisin pretendojnë se veprojnë në emër të Zotit. Sekretet e fshehura për shekuj me radhe nuk e zhvlerësojnë domosdoshmërisht besimin e individeve, por ato detyrojnë një shkirtim kritik dhe të pjekur të historisë se një institucioni që, për mire a për keq, ka formesuar fatin e njerëzimit. Fshehja e diversitetit seksual në Bibel dhe në gjetën e shenjtoreve eshte një çështje që ka fituar rendesit e veçante në dekadat e fundit. Hulumtimet e fundit suggerojnë se kisha ka heshtur ose reinterpretuar marrëdhëniet intensive të njëjtit seks, të tilla si ato të shenjtoreve Sergji dhe Baku, për t'ju përshtatur modelit të mikesise se delire të krishtere. Kjo fshirje sistematike e diversitetit ka shërbyer për të imponuar një moral të vetëm seksual, duke rresuar faktin se krishtërimi i hershëm ishte shumë me pluralist në kuptimin e tij të dashurisë njerëzore. Fshehtësia që rrethon diversitetin është ndoshta ngjenga me të dhimbshmet, pasi ka sjellë përjashtimin të vuajtjen e miliona njerëzve gjatë shekujve. Kisha gjithashtu e ka mbajtur të fshehtë autoresinë e vërtetë të shumë teksteve që u atribuohen shenjtoreve të famshëm. Fenomeni i pseudoepigrafise, ku një autor shkruan në emër të një figure autoriteti për të dhënë peshe, fjalëve të tij, ishte i zakonshëm në shekujt e parë, duke fshehur faktin se shumë vepra nuk janë shkruar nga shenjtoret të cilëve u atribuohen, kisha ka ruajtur iluzionin e një lindje mendimi të pandërprerë dhe autoritare. Ki sekret letrar është themelor për të kuptuar se si u ndërtua ortodoksia dhe si u heshten zerat disidente që nuk mund të pretendonin autoresi apostolike. Në fushën e arsimit, kisha e fshehu për një kohë të gjatë kasgjen në njohurit e kaktuara nga klasat, e uleta me kellim ruajtjen e rendit shokeror. Latinishtja përdorej si një gjuhë sekrete pushteti, duke i penguar njerëzit e zakonshëm të leksonin vete shkrimet e shenjta. Rezistenca shekullore ndaj përktimit të Bibles në gjuhet amtare nuk ishte thjesht një çështje besnikerie ndaj tekstit, por një strategji për kontrollin e informacionit.
Sekreti ketu ishte monopoli mbi interpretimin e fjales së Zotit, një mjet I fuqishëm për manipulimin e ndërgjegjes së masave analfabete. Menaksimi I relikeve në Vatikan mbetet I mbuluar me mistër. Laboratori I kërkimit shkencor I Selise së Shenjtë analizon objektet e shenjta duke përdorur teknologji të përparuar, por rezultatet e këtyre hetimeve nuk behen gjithmonë publike nëse ato bien ndesh me traditen. Sekreti shkencor vihet në shërbim të besimit, duke ruajtur në gjepa kartesi kë legjon ke për kushtimit të vazhdogje pavarësisht provave empirike kë tregojnë të kundërten. Kjo politike e heshtjes selektive zbulon një kishe kë lundron me kushdes midis arsjes moderne dhe tradites së lashte. Sekretet e konklavave, ku zgjidhet pasardhësi I pjetrit, janë ndoshta me të mbrojturat nga ligji aktual kanonik. Izolimi absolut dhe betimi I heshtjes në ndenimin e përgjashtimit automatik krijojnë një atmosfere misterike për forkon idene e zgjedhjes hijnore. Megjithatë, rrjedhjet e herepashershme zbulojnë negociata politike, po veto nga kombet e fuqishme dhe luftera fraksionale, duke ekspozuar një realitet shumë me tokesor. Sekreti I konklaves është kufiri I fundit I fshehjes institucionale, vendi ku vendoset e ardhmja e kishes pas djerve të mbyllura, larg syve të botes dhe magje edhe të vetë besimtareve. Duke fshehur informacionin, institucioni pozicionohet në një pozicion superioriteti, si zoteruesi I vetëm I qelesit të se vertetes. Shenjtoret dhe sekretet nuk janë të kunderta, por per kundrazi plotesuese në ndërtimin, Enje sistemi fetarke kam bigjetuar per andoritet dhe mbreterite. Ajo ke kisha ka fshehur per shekujme radhe eshte, në fund të fundit, një paskirimi kompleksitetit të saq një rezor, një përzierje dëshirash per transcendense, dhe nevojash per pushtet ke vazhdojnë të përkaktojnë rolin e saq në boten bashkëkohore. E vërteta. Edhe kur zbulohet në fragmente, na legjon të shohim kishen gjo si një statugjet e palevishme per sosmeri, por si një organizem të gjale kë ka luftuar, ka gabuar dhe ka fshehur plaget e saq per të mbetur, per shumen një rez, një farbesimi me stuhive të historise. Ajo ke kisha fshihten në petkun, e sekretit papnor nuk ishte gjithmonë në gjë kelim kek dashes, por me të per një strategjim bigjetese në një tabele shahuk geopolitike armikesore. Arkivat e deklasifikuara se fundmi mbi papnifikatin, e pius dëmbedgjete zbulojnë në një rgjet manastireshte ku vendeshke sherbenin si strehime klandestine. Një operacioni mbajtur reptesisht sekret per të shmangur hakmargjet e drejt per drejta nga fukite e boshtit. Megjithatë, kjo heshtje ka kene subjekti një debatite forte etik. Pasingre pjetjen nëse kujdesi institucional duhet të mbizoterogje më bi denonsimin publik profetik. Sekreti ketu u benje barre historike kwe kishes I gjane dashur dekada perta dokumentuar dhe shpjeguar, duke demonstruar se mbajtja sekrete e informacionit mund të gjete po ake fukishme dhe kontradiktoresave të zbulesa. Shtek gjithashtu të helbesore të merren në konsiderate sekretet kë rrethojnë shfaqjet, e marise dhe menaksimi I tyre nga kongregacioni per doktrinen e besimit. Gjate shekujve. Kindra mesazhet e supozuara hijnore gjane arkivuar dhe ndaluar per konsum publik. Kisha I fsheh keto manifestime gjo vetem nga skepticismi shkencor, por edhe per te parandaluar levizjet karizmatike ose apokaliptike kë destabilizojnë unitetin doktrinar të selisese shenjte. Kontrolli I mbi natyrshmes është një shtile e pushtetit kishtar. Duke vendosur se cilat vizione gjane autentike dhe cilat gjane produkt I suggestionit, hierarkia siguron kë është interpretuesi I vetem I vullnetit të kjelit. Ki filtrim I pervojes mistike populore është një nga mekanizmat me efektive të fshehjes per ruajtjen e rendit hierarkik per baleta imbushjes se zelit fetar individual. Se fundmi, duhet të permendim të dhenat financiare të urdrave lypes, të cilet, pavarësisht premtimeve të tyre per varferi, menaksuan trashëgimi testamentale kë formesuan ekonomite, e kyteteve të terane Evrope dhe Amerike. Kisha e fshehu madhesine, e këtire trashëgimive per të shmangur konfliktin me imazhin, e shkeputjes ungjillore këtër hik të besimtaret. Kaj kontrast midis retorikes se shpronesimit dhe realitetit të akumulimit është sekreti kë kanë situr kritikat me të ashpra nga reformimi protestant deri në ditet e sotme, duke pranuar keto të shenjta dhe sekrete, në nuk kërkojme të shkaterrojme besimin, por per kundrazi të kuptojme kompleksitetin,
Enje institucioni kue ka ikur në litarin e tendosur të historise, duke balansuar misionin e tid shpirteror me kërkesat materialet e enje bote ke gjithmone, i ka pare me dishimate ke ndod pas mureve te arkivave te sajtë mbilura. Transparenca, sado engadalte, esta e vetëm gjamenire ke historia zirtare dhe historia e fshehur te konvergojne me në fund, në te vertete, pelke gjeni, abono huni dhe shpernda gjeni, shihemi herën qeter.